kemi me u rikthy me mysafirin e tretë që ka qenë fillimisht një emër i padëgjuar, por kur ishte viti 2024, kënga e tij e parë u bë hit. Lule, lule, lule andej, lule këndej, edhe kështu u bë puna që Beta të jetë më afër Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesë. Beta, e ki emër artistik? Beta, artistik, është në bjemni. Është në bjemri. Emri e vërtet? Dars. Dars. Dars Ty të thrasin të tjerët? Ori? Ori. Ori të thrasin. Ose Beta, qëto dyja. Beta, ti ki qef më thonë Beta? Po ne, se kam jetë Beta sepse Ori janë kanë këta më të afërt të shumë thëshin. Beta o kanë për çdo njeri, se unë në Gjermani që jetoj, atje pak ma letë o kanë mi thonë Darsit Beta. E që ashtu kam jetë. Ashtu kam jetë. Po. U bone i famshëm me këngën Lule Lule, po unë e di që te me muzikë e marë shumë ati. Shumë ati, po. Shumë ati. Edhe të bone i famshëm një këngë që u bohet në atë kohë, që pëlqiet edhe sot. Sa miliona klikime i pati kënë? 35 milion? Ashtu diçka, po. Tash gjithë me këshirën për Spotify, Apple Music, një 45 milion i ka. Mirë është, mirë. Mirë është të shku. Qështë e për YouTube famën atëherë, se ti kishe punu gëgja shumë kohë më përpara, edhe për një herë shkrepi. Ti se e thema herë, dune faktikisht kur i kom pas 13 vjetë, kom fillu me produksionet e para në kompjuteri bëjqa, edhe ma herët kur i kom pas 7 vjetë, kom fillu mi ra gitarës, edhe pianos, tani të pana, dhe me thamë bateri, edhe me 13 vjetë fillova mi ba produksionet në kompjuter. Edhe kështu kriju ky artisti Beta, do me thonë me vite. Me vite. Edhe nuk ka qenë e kom ditë që tash, se kom ditë, s'mu i thamë që e kom ditë, po e kom prit një sukses dikur, se njeri kur të përnën arrit diçka, po që bëhet në gjuhën Shqipe, se kom prit. Ti kishe tentative ma shumë për tregun evropian? Po, se kom lind aty, edhe gjermanishten e kena pas pak ma, s'po di si ta them, në Shqipen e kena folë në shpi dhe e kena folë faktikisht e flasëm edhe në shoqni. Po muzika Gjermani o kanë qajo me cilin jemi rrit na, si jo këtu që jemi rrit me gjuhën Shqipe, na e kena pas. Rrethanat. Po me qenë djali Hysnijes, e mas me folë Shqip nuk banë. Sepse Beta e ka në një Hysnije Gozhullin, një zonjë që më respektuar, ndëruar që gjithmonë ka qenë krahu i ti djathë dhe si krejt nana që i gëzonë suksesit fëmive, po nuk ka postim me fotografit Betës që nuk e bëjnë ripost edhe nuk... Jo, kur, gjithë, edhe komenton edhe ta. Edhe komenton. Po, fansja ma e madhja. Fansja ma e madhja. Që ki lidhjen me nanën? Shumë mirë, jashtë. Mu i thëmë se ta është jashtë zakon që më është fështirë me thonë, se unë nuk e di qëto kështë gjyqi ka punë, po une, qysh mu e përshkruj, është lidhje shumë s'kam lidhje tjetër aqë. Më të shtrajnë, më të shmuar. Po, më të shmuar. Se për kuptoj që për ki fështirë nështë ta mu shprej. Po, është pak se jo për shkak gjuhës, po për shkak të faktit që s'po kam fjallë me përshkru. Thjesht. Se nuk është me thonë, jam shumë e lidhë për të, ajo nuk e përshkru më bëlla, po kuptën e kam, edhe e kena pas një kohë bashk që kena mujtë me ndimu njani tjetërit, e që ata jemi shumë të lidhë. Këngët cilat i ke publiku, janë komplet të shkruara prej teje, ke bashkëpunëtor, si i menagjan? Jo, unë fillimisht në vende ku se pres, jam për shambull me do shok për jashtë e pika e kafeve që më vjen një ide, ta ne marrë telefonin edhe e bëj na e farë melodije, veç për mos me harru melodin. A i nje Fisnikët Bejt? Fisnikët? Grupin Fisnikët a i nje? Po, i nje. E mësafiri po arë në këtë emision ka qenë Agim Gërguri Fisnikëve, e a i në atë ko, më të regoj që si ka pas të mundësi, po e ka marrë një letër nga jo pako e cigareve, edhe e ka shtruj tekstin aty. Kështu që tash kur ti po thu
E kam marrë telefonin edhe kam shpesh çfarë mundësish, çfarë lehtësie. Po, ja, ajo është e vërtet. I kem këtë mundësi edhe është mirë mi shfrytzu, mirë po e kuptoj që kohën e kaluar ka shumë vështirë mi majt me këto sene. Unë për shembull mos me pas telefon ose e përsëriti melodin atë shpesh që për mos me harru, edhe tash tekstet janë ndryshe, se tekstet unë kur t'jam në studio e prodhoj një bazë të muzikës si skic, në i thojmë. Edhe tani e bëj incizimin e parë, është pak atë persone pe hip-hopit që e kam prej ardhjen, se për këtë teksteve nuk e kam shumë vështirë edhe i hi freestyle, do me thonë, pa tekst, vetëm me këndoj me fjallë, tani çdo kadale hap në kapi. Po, e për shtatë kadale. Ti ki studion të ndë muzikore, apo? Po, e kam studion. Qësa vite? Po tash, studion e parë kum pas në dhomë të motrës e pa ta baj, u pa të shku në Kosovë, edhe unë i kum thonë kur të vish, ti s'ki me pas dhomë, ta dish. Edhe s'm ka besu, tani kur ardhë në shpyt. Ajo shku në Kosovë, në gjatë asoj kohë, ja kom hjek me krevet, me tanat e kum shti tavolinën, krejti kum shti aty. Mbjekeq. Kur u këthy ajo? Kur u këthy ajo se ka gjithë dhomën e vetë, duft me flejt, na dyn, unë në krevet, ajo në njëg aty. Edhe, do me thonë, 16 vjetë kër e kum pas studio me mikrofon, tash jo studio që kemë së, po fillimet. Tani, studion e pare kena pas 2016. Ka qenë studio me kabin për këndim, me pjesën e produksioneve. Me gjitha ato elementet për mixim, për audio, post-production. Të gjitha. Të gjitha. E kështu tani hap mas hapi. Po Vera, qysh ka qenë me angazhime, drejt me tonë pak u friksova kur thirëm në emision. Se sarë po thirim ti, jo i kam koncert, jo jam pa qef, jo më ka mundu të shkjo ushqem, jo të me gjas po shetit shumë. Jo, për ushqem, për këse jeri mujtë kërkoj falje për tjera jere, seriozisht jemi kanë shumë të angazhumë se për këtë projekteve, koncerteve, edhe si vjetë i kemi reduktu koncertet pak, edhe u fokusova pak ma tepër në krijim të karakterit, në zhvillim të karakterit edhe në realizim të projekteve. Se ka shumë më rëndësi edhe kjo, për mu, personalisht. Te koncertet pa ta dëshirë me të pytë? Pa. Kusht ka prit mas mirë ti prej krejt anëve të shqiptarisë? Që e ke kalu mas miri që kime majtë menë, gjatë? Ka qenë tash, une përgjithësi e ndje vetën shumë i mirë pritun, ku do që jam, po në Skenderaj ku isha, ka qenë koncerti i parë, masi që e pata suksesin, edhe ka qenë aty DJ Flako është, Skenderaj është një DJ edhe ish reper, do me thonë, i kum njoft edhe ma heret para suksesit, edhe ka qenë rasisht këto festa që janë për mërgjimtartë që banë. Edhe aty unë thërën që aty e kum pas koncertin e parë, pa u pregadit pa heq sen, po ka qenë eksperiencë e mirë. Edhe do me thonë, Skenderajnë edhe vendin se unë i prekazit, aty Skenderajnë do me thonë e kam zdi, unë duket vetja në pëlqen kur t'jam aty se unë duket si në shpi. Po ta shti, a pendin vitën si mërgjimtar, a tu ardhë shpesh ndështa, tu ka hika jo... Ja, s'tjeket. S'tjeket, a? Ja, as nuk tjeket e as nuk... Unë diçka në vetis, po diqë me thonë, se unë këtu në Kosovë, në fakt e ndjej që jam ndryshe në dosene, sa i për këtë edhe mentalitetit, po edhe në Gjermani me thonë, Gjerman nuk funksionen, është i qysh asa nej as knej. Apet mirë është, diçka pak ma... S'po du me thonë ma mirë, po ma individual. Po, një fati mirë që e ta shemri jotë, edhe në Evropë dëgjohet, ke kriju stilin tëndë, emrin tëndë, ve këngët e tua, ve pratë e tua, kështë që ta ka ofru mundësin edhe shteti ku jeton që ti me marë mësime. Po, jo, unë jam, ka ardhë mirë që ka ardhë, unë këtu e ndi vetën shumë mirë edhe unë e ndjej vetën si Kosovar. Si Kosovar. Nuk është që nuk e ndjej vetën ashtu, po apet i shoh do dalime me mentalitetin që këtu po apet nuk është, nuk pe gjikoj as negativ, ose po është qysh është. Edhe në Gjermani, kur jam për shembull, na jem pak ma të relaksum se Gjermant.
Ata janë shumë për pikë të sene. Për shembull, që e parkova kerën që ja dhash Chelsea, i thash nëse të më gën kjeke, në Gjermani s'mo në banë këtë punë, me kupton. E që ata jem pak më të haptë këtu. Kur të kom thirrë në emision, të kom thonë, kemi me bisedu për karrierën tënde dhe kemi bisedu pak më ndryshe, s'kena me bisedu as për shpicirka që i ki trendi, sot i pas ke tira, as për syzat. Po për syzat s'po muj pa pyet. Okej. Pse si ke syzat? Thjesht më tha nona mos i hek. A nona? Jo, qëre syzat kanë qenë. Une syzat pe 2016-ës, kur kom fillu edhe me hip-hop, shpesh i kom pas syzat. Kompleks nuk e ki? Jo, kompleks. Apo e ki me u do pas syza? A shumë e ki me stilun i këtonin, me ndojon? Unë pëlqen thjesht fotografia kur të shë. Me syza? Me syza kur të shë si figur, si karakter. Artistik unë pëlqen me syza. Se edhe pa syza shumë i mirë jam. Nuk është që më Po atë thash që atë kompleks nuk e ke. Po. Për pas kësaj ti vallëzon edhe shumë bukur. Po. Është bu virale, po ashtu një video jotja kur ke vallëzu ndoshta në qendër të qytetit. Me tupana atë. Me tupana. Shumë interesant që ajo pjesë. Po, ka nice, tash ka qenë spontane, ka qenë. Unë e pasha djalin i thash shoqës që ke me mu në qëzo pakon e pak ceq aty, edhe ka dalë mirë. Okej. Edhe e kom pa që edhe këtë vit e ka vazhdu dikush vallëzimin shesh. Po, e kom pa. E ke përcjell. Që shumë ndive tani, ata, unë e kom qenë ai që i kom thy akullin i pari. Adin, unë s'kam qef mi komentu këto sene, se fundit gjdo njeri e din. Është i lirë me bo edhe po dhe gjdo kush më banë që adonë, nëse kam patentin në atë veprim, është gjdo kush më në banë që gjdo. Po, e di njerëzit faktikisht kush ka fillu, adin është. S'monja merë njerit. It's easy. Bejt, të gjithë mysafirët që kanë qenë të ftun në vjenë RTK, kanë këndu diçka në këtë formë improvizuse për shikuesit tonë. A këndojmë hiti lullet për shembull? Po, pse jo? E provojmë. E kujna lule, kujna ja falë buzën sonte, a flakte barda zeza, cilës ja pashirin sonte. Zdo me pa, sta njoftyrën nasëmi, po vetëm na, fjallet du me të detin, nga dal, sta du trupin na shpirtin, e na për na, dijat për presin, u do që ti jerin larg, zdo me pa ty mo kur nuk do me pa me sy, ma shpet, në gjdo vend që jam, aj, vetëm një lutë kam për ty. E kujna lule, kujna ja falë buzën sonte, a flakte barda zeza, cilës ja pashirin sonte. Faleminderit shumë. Qysh bën për me majt energjin kështu? Energjin? Nuk e ves vetën fort. Nuk e ves vetën. Ja të regojon, se më kanë të regu qysh erin energjin. Okej. Që këj bejta që po eshin jo, një pako dridhza edhe një pako mandarina e kish hongër njëherë. Po, ndodh. Qysh është e mundur? Pse, jo, është. Funksionon. Funksionon, a? Kjo është e vërtet? Po, është e vërtet. Se kushta thati? I komune, na në gazetarët i kemi e quen gatekeepers. Po, a? Janë burime tona. Ajtë se e thras mas emisionit. Nice. Dhe një projekt ri? Projekte ka... Unë gjithmonë jam në zhvillim të projekteve, dhe me thonë, në gjithë punoj non-stop, jam studio, i baj produksionet. Si dihet kur, qka del,
Do me thonë, shkoj në studio edhe se kam një farë plani tash sonte për bëjnë një farë kone ose një... Po vetë shkoj edhe punoj tani del qatë del. Po bashkë punim për shembull me ndoshta edhe emrat që janë më shumë afër publikut në Kosovë. Po nëse për aty s'mu i flas shumë sepse janë sene që ndodhin mbrapa skene. Deri sa të realizohen edhe deri sa se njeri takohet në studio tani nuk dihet a funksionon ç'më thon, ajo energjia, po. Për atë arsye s'mu i them sakt me kanë qysh. Ama ka shumë e kemi në plan. Është të planifikuar. Po videoklipet, sepse të kam përcjellë edhe je shumë detajist edhe tek çështja e videoklipeve. Shpesh herë vetë je në sete, vetë i mendon, i krijon ato skenat. Po, bashkëpunojna jemi këtu në pikë kreative, janë të Ferizajt ata djemët, se adin puna në Kosovë, se atje në Gjermani kam edhe një shok që pej 2016 bashkëpunojna, edhe ka shumë në rëndësi mu kuptu me njerës. Nuk më ndihmon mu për shembull me kanë ku me ditë kushi, edhe mos me pas një gjuhë përbashkë, mos me mujt me komuniku, edhe duhet me nal pak egon, do me thonë mi përbida sa në kërë. Se edhe one kur të punoj në skenë jam pak i... Më ndodhë që jam i padurushëm, nashta pak i... Edhe me kanë edhe ai tjetri më kuqit bëhet problem. Një si ti. Po, për që ata duhet me kanë... Duhet me qenë të ndryshëm do një. Tash, nësë pe tham, është aspekt shumë i mirë, edhe unë nashta kisha pas nevoj me pas pak një farë, me kanë pak ma i butë në do situacione, po mirë. Tash, do me thonë, s'muj i diligjoj punët. Edhe sa i përket produksioneve, për shumë, se e kum provu, po s'ka funkcionu. Bejt, a ke pushu në Kosovë, në Shqipëri, apo kimi vazhdo pushimet? Unë kam qenë Prishtinë, në Vlorë, një javë kom nejtë, edhe tani jë marrë këtu, tash këtu është pushim edhe punë. Po pak më tej për punë po del, si gjithë kur po jem këtu. Ama mirë është, për me pushu në ashtu kështu se artista, e kem vështirë me pushu. Çka për mas pari kur vjen në Kosovë? Takon familjen? Po, ato po. Kafën? Pëlqen këtu? Kafë jam pëlqen. Cili është ushqimi që ju kërkon? Jam i thjesht, sa e përket ushqimit, qebapat në rregull jam. Qebaba, nice. Mu i hap çdo ditë edhe nuk jam diqysh s'di. Këta shoke me familje kur po jem, ka herë hajmë pak ma special, po apet jem shumë të thjesht, sa e përket ushqimit. Bejta, faleminderit shumë që ishe në Radio Televizionin e Kosovës, në verën RTK. Suksese në synimin tënd, drejt tregut të Evropës me talentin që ke. Shumë faleminderit edhe ju falenderoj për ftesën, respekt edhe për juve muzikantat, respekt. Faleminderit, shpresoj që jeni mirë. Uroj të shihemi sa më shpesh në Kosovë.